por nuk ka ndodhur në fakt paralelisht edhe në Shkodër një ngjarje e lehtë. Bëhet fjalë për një ngjarje ku për fatin e mirë ka lënë vetëm një të plagosur, pra nuk i ka marrë jetën, edhe sigurisht për çfarë ka ndodhur, rreziku ka qenë tepër i lartë. Si ka ndodhur? Ka ndodhur pikërisht kur Enea Busukja, inspektori i tatimeve, 38 vjeçari, ka ndezur makinën për të nisur, pra për të çuar në lëvizje dhe ka shpërthyer ajo. Busukja mbeti i plagosur, rreth një orë më pas u gjet dhe një makinë e djegur në Dragoç që mendohet se ka lidhje edhe me krimin. Po çfarë ka ndodhur konkretisht? Mirsad Rakaj, gazetari kolegu në Shkodër, dohet me mua në lidhje për të më treguar edhe detajet. Mirsad, lutem, më thuaj pak në lidhje me detajet e kësaj ngjarje dhe pyes nëse ka patur Enea Busukja ndonjë ngjarje, ndonjë paralajmërim për këtë ngjarje, ka patur ndonjë telefonat, ndonjë situatë në konflikt familjar apo personal për çështje profesioni ose jo? Po atëherë Enea Busukja, 38 vjeç, kanë qenë shënjesër një atentati në orët e mesditës së sotme, një atentati me lënë shpërthyese vetëm pak metra larg banesës së tij. Në momentin që ka dalë nga banesa dhe ka hipur në automjetin e punës, pra sepse punonte si inspektor i hetimit tatimor në qytetin e Shkodrës, sapo ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer lënda plasëse, ndërkohë që në këto momente është plagosur duke marrë fatmirësisht vetëm plak të lehta në dorë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas kësaj ngjarje të rënd kanë qenë në fakt të afërmit. Ishte duke shkuar nga puna në shtëpi, ishte gjatë inspektimit në përgjithësi? Jo, automjeti kishte qenë i parkuar gjatë natës dhe po hipte në automjet pra banesës për të shkuar drejt punës së tij, por në atë moment që ka ndodhur shpërthimi kanë qenë në fakt të afërmit, të cilët kanë dalë dhe sapo kanë parë njeriu në tyre të plagosur ka njoftuar policinë. Personi në fjalë nuk është një person me precedent të mëparshëm kriminal, ndërkohë që ose precedent penal, me falni, ndërkohë që vetëm një orë pas kësaj ngjarje është gjetur një automjet në fshatin Dragoç, në njësinë administrative Postrib, një automjet tip Volkswagen i djegur, megjithatë nuk dihet ende nëse është automjeti i autorëve të dyshuar, pasi policia po bën ekspertizën e këtij automjeti dhe mbi autorsinë e tij. Megjithatë, Enea Busukja sipas të dhënave të para përpara uniformave blu në Spitalin Rajonal të Shkodrës, pasi siç e thash është jashtë rrezikut për jetën, ka deklaruar se nuk ka patur kërcënime ose probleme të mëparshme nga persona të ndryshëm. Megjithatë, ajo çka po heton policia, pista kryesore është ajo për shkak të punës që bënte si inspektor i hetimit tatimor në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë ky i fundit, siç e theksova, ka qenë një person i qetë, jo person me precedent penal dhe i njohur për policinë e Shkodrës dhe nuk kemi informacion se kishte patur me para kërcënime të llojeve të ndryshme. Pra nuk ka raportuar në polici kërcënimet më parshme, Mirsad? Jo. Dhe fillimisht u mendua se kemi të bëjmë një dinamikë të ngjashme me shpërthimin e 2018-s ku ka qenë ku mbeti i plagosur i forti Shkodrës, Lulkulla, pasi në momentin që ka shpërthyer fillimisht u mendua se në afërsi të makinës ku ndodhi shpërthimi ndodhi dhe një motorciklet, dhe në momentin që ka shpërthyer aty pranë ka qenë një motorciklet, megjithatë u konstatua se kjo motorciklet i përkiste një fqinj të Enea Busukjas, pasi u mendua fillimisht se lënda plasës është vendosur në motorciklet dhe në momentin që ka hipur në makinë ka shpërthyer. Por ky version ra poshtë dhe lënda plasëse është vendosur në pjesën e përparme të automjetit, por fatmirësisht Enea Busukja, 38 vjeçari, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Okej, mirë, ky është lajm i mirë, të paktën që ai është jashtë rrezikut për jetën edhe ka mundësi të rikthehet afër familjarëve. Por zona, duke qenë se nuk ka patur asnjë denoncim për një ngjarje të mëparshme në lidhje me të, sigurisht që tashmë i bie të ketë drejthije se çfarë ka ndodhur konkretisht. Përveç se kësaj pune, ka patur ndonjë familjar tjetër, Enea Busukja, i cili mundet të ketë patur ndonjë konflikt me persona të mundshëm? Nuk kemi dieni për këtë, pasi personi në fjalë ishte një person i qetë, i martuar, me 2 fëmijë, një familjar i rregullt, paktën sipas burimeve paraprake që ne kemi. Megjithatë, policia ka marrë dëshmitë e familjarëve dhe të afërmve nëse ky i fundit i ka shprehur ndonjë shqetësim kohët e fundit, megjithatë deri tani nuk është se ka
ndonjë të lënë të saktë ose ndonjë detaj se çfarë ka shtyrë autorët të shkojnë drejt kësaj ngjarje. Ndërkohë duhet thënë se zona në fjalë është një zonë, le të themi, në qendër të qytetit të Shkodrës, në lagjin Xhaxmazi, njihet si zona e Arrës së Madhe, është një zonë me lëvizshmëri, aty ka patur edhe kamera, sigurie të cilat në fakt janë marrë për të qyrë nga ana policisë për të mësuar më shumë rreth autorëve ose autorit të kësaj ngjarje. Dhe nuk dihet asgjë deri tani. Pra këtën janë marrë kamerat, po ende s'është zbuluar diçka. Mirë, Mirsad, do kemi mundësi të lidhemi përsëri. Uroj që të zbulohet edhe kjo ngjarje, për sigurisht edhe shëndet për Enea Busukja.